dikën për të parëve tonë e kam pyetur, o imam, çka në qoftë se njeriu bën mëkat? Tha Allahu xhallahu ala edhe falen. Po çka në qoftë se njeriu vazhdon dhe bën mëkat? Tha Allahu e falen. Po çka në qoftë se njeriu vazhdon edhe bën mëkat? Tha me u hidhëru Allahu. Hidhërohen me hidhërimin e Allahu xhallahu ala toka dhe qijet. Allahun te bareke ve teala falenderojmë, atë xhallahu ala e madhërojmë, për Allahun subhanahu wa taala në sejdë dhe në rukubim. E falenderojmë Allahun subhanahu wa taala ashtu siç e falenderoi ai veten e tij ditën kur e krijoi qiellin edhe tokën dhe tha: Elhamdulillahi alladhi khalaqa as-samawati wal arda. Falenderimet i takojnë atij i cili krijoi qiejt edhe tokën dhe vendosi errësirat edhe dritën. E falenderojmë Allahun xhallahu ala për mirësinë e Islamit. E falenderojmë Allahun te bareke ve teala për mirësinë e imanit. E falenderojmë Allahun xhallahu ala për mirësinë e Kur'anit. E falenderojmë Allahun për mirësitë e tij të dukshme. E falenderojmë Allahun xhallahu ala për mirësitë e tij të padukshme. La ilaha illa Allah. Paqja dhe mëshira e Allahu xhallahu ala të gjitha qofshin për zotëriun tonë të dashur Muhammedin, të birin e Abdullahi salawatu rabbi wa salamu alejh. Lagni gjuhët e ju javllazën me salat edhe selame sa herë që të përmendet emri Muhammedit sallallahu alaihi wasallam. O ju robërt e Allahut, e lusë Allahun xhallahu ala, ashtu siç na ka bashkuar në këtë ditë të nxehtë prej ditëve të verës, në një xhami prej xhamive të tij, Allahu te bareke ve teala na të bon në hijen e arshit të tij ditën më të nxehtë, ditën kur do të dalim para madhërisë Allahu xhallahu ala. E lusë Allahun te bareke ve teala siç na bashkoi në një xhami pe xhamive të tij, e që është toka më e dashur e Allahu xhallahu ala. Allahu xhallahu ala na bashkon dhe na tubon në tokën e përjetësisë xhennetet e Allahut të madh te bareke ve teala. Të nderuar vëllezër, derisa në një natë prej netëve Omer ibn Khattabi radiallahu ta'ala anhu ishte duke ecur nëpër rrugët e Medinës që të sheh gjendjen e popullit të Medinës, pasi që ai ishte prijesi dhe kryetari i tyre. Kur ja duke ecur nëpër sokaqet e Medinës, e dëgjon një grua e cila i thot vajzës së saj: "Oj bi, përzije qumshtin me ujë që nesër të shesi më shumë prej saj." Bija, o ju vëllezërit e mi, i thot nanës së saj: "Oj nan, por Omer ibn Khattabi radiallahu ta'ala anhu e ka ndaluar një gjë të tillë. Është haram, nuk lejohet që të përzihet qumshti me ujë." Atëherë nëna i thot: "Oj bi, po përzije be qumshti me ujë, se nuk është duke na pa Omer ibn Khattabi." Atëherë bija, o ju vëllezërit e mi, e cila ishte e edukuar në prehrin e Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam, ajo e cila e dinte se Allahu xhallahu ala shikuesi dhe mbikëqyrësi, i tha asaj: "Ja umma, in kana Umar la yarana, fa rabbu Umar yarana." O nan, në qoftë se nuk na sheh Omeri, na sheh Zoti i Omerit, Allahu te bareke ve teala. Po ju robërt e Allahut, kur do të mbetemi të vetmuar në një natë prej netëve me mëkate dhe gjunahet, duke e ditur se nuk na sheh nana dhe baba, duke e ditur se nuk na sheh filani dhe alani, nuk na sheh fëmia dhe gruaja, dije se të sheh shikimi të madhit Allah te bareke ve teala. Kjo ishte ajo gjenerato, ju vëllezërit e mi, që edukoi pejgamberi sallallahu alaihi wasallam dhe nguliti në zemrat e tyre mbikëqyrjen e të madhit Allah te bareke ve teala. Allahu xhallahu ala thot në Kur'an: "Alam ya'lam bi anna Allah yara." A nuk e dije njeriu? A nuk i shkon në mendje njeriu? A nuk mendon insani se Allahu xhallahu ala e sheh? Pra nuk na shkon në mendje, o ju robërt e Allahut, se pas shamadhërinë e Allahut, edhe në këtë gjendje në të cilën jemi tash, e që jemi duke dëgjuar hoxhën dhe imamin, Allahu subhanahu wa taala, ju që na sheh ne dhe e sheh gjendjen tonë, por e sheh edhe përshpëritjet e zemrave dhe gjoksave tona, i lartësuar qoftë Allahu te bareke wa taala. Allahu xhallahu ala thot në Kur'an: "Alladhi yaraka hina taqum wa taqallubaka fi as-sajidin." Është Allahu ai i cili të sheh kur çohesh për namaz dhe kur bish në sejdë me ata të cilët binë në sejdë. E në një ditë prej ditëve, o ju vëllezërit e mi, Abdullah ibn Omeri, pra djali Omer ibn Khattabit,
derisa ishte duke ecur në periferi të Medines, ku ja atje e sheh një bari I cili e ruan dhe kujdeset për kopen e tij. Dhe I thot atij, o filan, sa e shet njërën për këtyre deleve? Ai bari o ju vëllezërit e mi I thot Abdullahit, thot, o Ibn Omer, këto delet nuk jenë të mia, jenë të pronarit tim, unë thjesht jem një kujdestar I tyre. Atër Abdullahu radiallahu anhu që t'ja sprovon besimin dhe imani këtij djaloshi I thot, o djalosh, shit ma njërën për këtyre deleve dhe thuj pronarit tënë se delen e hëngri ujku. Atëra I djaloshi e ngriti shikimin ka qielli dhe tha, fe ejnë Allah, po ku është Allahu? Apo në transmitimin tjetër ka thënë, fe madha se e kulu lillah, por çka do t'i them Allahu Gjelle Gjelalu në ditën e Kiametit. Pra unë mund të mashtroj pronarin tim, sa I nuk e di, e vërtet ndodhe në përmale dhe në për kodrinë ka dhe ujqo ju vlezër, dhe mundet që ta hanë njërën për deleve dhe kopes, por çka do t'i them Allahu te bareke ve teala në ditën e Kiametit. Atër Abdullah ibn Omeri shkoj me të shpejt tek zotëriu I këtyre deleve dhe kërkoi prej tij që t'i blen të gjitha delet dhe ja dha këtij djaloshit dhe e bëri pronar të tyre. Dhe tha, një fjalë që të shpëtoi në dunja, e lusë Allahun që ajo fjalë të shpëton ditën kur do të dalin para Allahu xhallahu ala. O ju robër të Allahut, për gjithë këtë veprimtari që e bëjmë natën edhe ditën, për gjithë këtë jetë që jemi duke kalu në këtë dunja, kush për nesh e ka arrit moshën 40, e 50, edhe 60. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam tha, është e ka ngritur Allahu arsyetimin mbi një njeri që e ka arrit moshën 60 vjeçare ende nuk e troket pragun e xhamisë Allahu xhallahu ala. Çka plaku I moshës 60, që ta arrijë prej jetës të kësaj dunjaje pasodit, e që nuk vjen edhe ta hapën derën e xhamijeve të Allahu xhallahu ala. Pra o ju robër të Allahut, për gjithë këtë moshë 40, apo 50, edhe 60, edhe 70, për të gjitha momentet e jetës, do t'i japim xheva para të madhit Allah te bareke ve teala. Çka do t'i themi Allahu xhallahu ala në të ditë jo vëllezër, që do t'na vendosën para madhërisë së Tij, mua edhe ty, duke thënë në mesin e gjithë krijesa, o filan, I biri filanit, përgatitur për të dalur para Rahmanit. Në atë moment do ta kuptoj unë dhe do ta kuptosh ty o vëllahu im, që je për qëllim unë edhe ty, do dalim para Allahu xhallahu ala, do t'na afron afër vetes së Tij, do t'na flet pa përkthyes, ashtu siç tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, ma min abdin illa wa huwa sayaqifu bayna yaday Allah, laysa baynahu wa bayna Allah turjuman. Çdo njeri do të qëndron para Allahut, nuk ka mes atij dhe Allahut përkthyes. Do të afron Allahu xhallahu ala aq shumë afër vetes së Tij, sa që do të vendosën Allahu xhallahu ala mbulesën mes teje dhe ati, pra që të mos shohin nana dhe baba, mos shohin gruaja dhe fëmijët, mos shohin miqt edhe dashamirët edhe daja edhe tezja, se çka ke bën në jetën e kësaj dunjaje, la ilaha illallah. Ai Allah xhelle xhelalu që na mbuloi me mbulesën dhe perden e Tij në dunja, përsëri dëshiron të na mbulon me perden dhe mbulesën e Tij në ahiret, të të afron afër vetes së Tij, dhe të t'i kujton gjitha ato punë dhe vepra që I ke bën në jetën e kësaj dunjaje. Fe madha sanaqulu lillah, por çka do t'i themi Allahu xhallahu ala. O ju robër të Allahut, se do të pyetemi, por a e kemi përgatitur përgjigjen para madhnisë së Allahu xhallahu ala. Për çdo shikim, për çdo dëgjim, për çdo lëvizje, për çdo moment, do të japish përgjigje dhe xheva para Allahu subhanahu wa taala. Po ju robër të Allahut, do të afron Allahu xhallahu ala për vetes së Tij dhe do të thotë, a nuk të krijova o robi im? Unë edhe ti do t'i themi Allahu, po ja Rab, ty më krijove. Allahu xhallahu ala do të thotë, pa nuk të nxorra prej barkut të nënës? Ne do themi, po ja Rab, ty më nxorre prej barkut të nënës. Pa nuk të ushqeva dhe nuk të rrita? Po ja Rab, ty më ushqeve dhe ty më rrite. Pa nuk erdhi dita që të martova? Po ja Rabbi, ty më martove. Pa nuk erdhi dita që të dhash fëmijë? Po ja Rabbi, ty më dhaje fëmijë. Po pse dasmën e djalit e bëre me haram? Çka do t'i thuash Allahu xhallahu ala pas gjithë tyre përgjigjeve turpëruese që të mbaron, të turpëron madhnia e Tij xhallahu ala, të nxorra në dunja, të ushqeva, të rrita, të martova, të dhash fëmijë?
dhe shkove përsëri dhe e bëre dasmë me alkohol, shkove përsëri i bëne dasmat e juaja me mëkate dhe harame, kujt dëshirojmë t'i bëjmë më ju vëllezërit e mi karshillok madhnista ati te bareke ve teala, atëherë vëllezërit e mi, para se ta shohim se çka thot daja me migja, se mos më hidhërohet tezja dhe halla, shiho vëllahu i mos të hidhërohet Allahu xhallahu ala. Dikush prej të parëve ton, dikën prej të parëve ton e kam pyetur, o imam, çka nëse njeriu bën mëkat? Tha Allahu xhallahu ala edhe falen. Po çka nëse njeriu vazhdon dhe bën mëkat? Tha Allahu e falen. Po çka nëse njeriu vazhdon edhe bën mëkat? Tha me u hidhëru Allahu. Hidhërohen me hidhërimin e Allahu xhallahu ala toka dhe qijet. O vëllezërit e mi, ka ardhur në transmetime se malet për çdo mëngjes dhe çdo mbrëmje i thon Allahut, o Allah, një fjalë jote jamam beti shkatrojmë këta. Allah i thon daluni. O vëllezërit e mi, ka ardhur në transmetime se çdo mëngjes edhe mbrëmje detrat dhe oqeanet i thon Allahut azza wa jall, ya Rabb, na man belem jep na leje. Ti po mbi si mbet të gjithë njerëzit. Por Allahu me mëshirën e tij thot jo. Ende jo. Allahu xhallahu ala ju vëllezërit e mi na fatizon derisa kur na merr me kudretin dhe fuqinë e tij bujare xhallahu ala. Elus Allahu xhallahu ala na mbulon dhe mos na shpalos. Në dunja dhe ditën kur do dalim para madhërisë së tij. Elus Allahu xhallahu ala mos na turpron ditën kur do dalim para madhërisë dhe mbretërisë së tij. Ya Rabbel Alamin, Zoti im dhe Zoti juaj shumë falës dhe mëshirues. Alhamdulillah. O ju vëllezërit e mi, vallahi me na thirr një mbret për mbretëve të dunjas, apo një person që ka pozitë shumë të madhe para nesh, vallahi do të përgatiteshim para takim me ditë dhe me javë, dhe vazhdimisht do të mendonim çka do t'i themi atij në qoftë se na pyet diçka. O vëllezërit e mi, gjithë kjo jetë pasha Allahun është vetëm për të përgatitur për këtë moment që vazhdimisht vova përmendën vëllau juaj, momenti kur do dalish para madhnisë Allahu xhallahu ala. Interesantja është ju vëllezër se pyetjen e parë që do ta parashon ai Zot do të thotë a u fale në dunja. Do të pyet për namazi, se namazi ishte haku më i madh i krijuesit, që 5 herë në ditë ai na thirrte Allahu Akbar, Allahu është më i madhi, Allahu është më i madh se vetja yte, se pasuria yte, se gruaja yte, se pushteti yte, se gjithçka që mendon ty, gjithçka që posedon ty. Allahu Akbar, Allahu Akbar, 4 herë në fillim dhe 2 herë në mbarim, duke përfunduar ezanin me la ilaha illa Allah. S'ka kush që meriton të adhurohet pos Allahut, as vetja, as epshi, as pushteti, vetëm Allahu xhallahu ala është meritori i adhurimeve. 5 herë në ditë, për 60 vite me radhë të thiri Allahu xhallahu ala dhe ty e neglizhove këtë moment, ja ku erë momenti që të dalish para ti, famadha sataqulu lillah, për çka do t'i thuash Allahu te bareke ve teala. Andaj o ju vëllezërit e mi, le të mbetet kjo pyetje ngulitur në zemra dhe në gjoksat tona. Çka do t'i themi Allahut? Mësovani fëmijëve të juaj vazhdimisht për çdo veprimin e tyre. Çka do t'i thosh babas? Çka do t'i thosh nesër mësuesit? Çka do t'i thosh filanit edhe alanit? Por çka do t'i thuash Allahu te bareke ve teala ditën kur do dalish para madhërisë së tij? Në anën tjetër po ju përgëzoj ju vëllezër, se Zotin ton xhallahu ala e kemi shumë falës dhe bujar, mëshirues te bareke ve teala. Sado që i ke bë mëkate, sado që i je zhyt në gjunahe, përsëri dera Allahut është e hapur, ai të thret në mëngjes edhe mbrëmje. Qul ya ibadi alladhina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. O ju robërit e mi, që keni rëndu veten me mëkate dhe gjunahe, mos e humni shpresën në mëshirën e Allahut. Me të vërtet Allahu xhallahu ala i falen të gjitha mëkatet, Zotim dhe Zoti juaj është shumë falës. Në anën tjetër gjithashtu dijeni ju vëllezër, se kush e zbukuron takimin me Allahun në dunja, pra në namaz, do ta zbukuron Allahu xhallahu ala takimin e tij ditën kur do dalish para Allahu xhallahu ala. Nuk ka moment më të bukur për robin atë ditë kur do t'i thirret emri dhe do të del para Allahu xhallahu ala dhe do t'i jep përgjigjet e sakta para Zotit xhallahu ala. Dhe Allahu subhanahu wa taala do t'ja jep librin nga e djathta dhe ai do të thot para gjithë njerëzimit, ha umqra'u kitabie, e njerëz, e jeni, aman me merreni dhe lexojeni librin tim, se unë e dinja se një ditë do të dal para Allahu xhallahu ala, të tillë do të jenë në jetë të lumtur në për xhenetet e Allahu subhanahu wa taala. O ju robër të Allahut,
E lusë Allahu xhallahu ala që të na falë dhe na mëshiron, se Zoti im dhe Zoti jo është shumë falës dhe mëshirues. E lusë Allahu xhallahu ala t'i kaplon me mëshirën dhe rahmetin e tij prindërit tanë dhe prindërit e prindërve. Lusë Allahu xhallahu ala që mbi varret e gjishërve tanë që të Allahu subhanahu wa taala të rishon dritën dhe nurin ya rabbel alamin. Ti zjeron varret e tyra sa shesh shikimi ya dhal jalali wal ikram. E lusë Allahu xhallahu ala që të na i lejson xhevapin para madhërisë së tij, të na jep libin nga e djathtna, të na i randon peshojën, ta kalojmë urën e siratit dhe kështu inshallahu taala së bashku të jemi në xhennetet e larta të Zotit të Madh xhallahu ala. O Allah, fali dhe mëshiroj muslimanët kudo që jenë në botë, bëje kenar islamin dhe muslimanën, poshtë kufrin dhe shirkun ya dhal jalali wal ikram. O Allah, të lutem ya rabbel alamin, ruaj këtë rini për shkatrimit dhe devijimit. O Allah, ruaj rinin për alkoolit, për muzikës, për bigjozit, për lakuricis, ja, për zinasë dhe imoraliteti ya dhal jalali wal ikram. Çka do t'i themi be Allahu xhallahu ala para shishet alkooli, bez diçka t'i them asaj që e morëm në dorë në jetën e kësaj dynjaje, shitëm xhenetin e Allah. Çka do t'i themi Allahu xhallahu ala që prekim në nder, në moral, në zina, në imoralitet ditën kur do dali para Allahut te bareke ve teala. O Zot, falna vallahi. Pasha Allahu në vëllazër, me këtë përfundoj vëllai juaj. Ma me shijoj imani dhe besimin. Nuk ka gjëra më të neveritshme se sa mëkatet dhe gjunahet. Mirë po i ndru konceptet o ju vëllezër. Shejtani ka ndiku, rrjetet sociale ka ndiku, media ka ndiku, ambienti ku jetojmë ka ndiku, dhe ne mendojmë se feja është e rëndë. S'ka be më e lehtë se feja, pasha Allahun. E thash ndoshta edhe xhuman që kaloi dhe po e përsëris. Nuk e ka vendosur Allahu xhallahu ala fenë e tij për të na rëndu. Gjunahet bëjnë të rënda. Imoraliteti është shumë i rënd, fundin e ka berbat. O ju vëllezër, me alkooli është shumë i rënd, fundin e ka berbat. Bigjozi është shumë i rënd, fundin e ka berbat. Allah i na rujt. Allahu na rujt ya rabbel alamin. Sallallahu ala nabina Muhammad.